Deputetja Olta Gjaçka e shoqëruar edhe nga kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli kanë vizituar një punishte të prodhimit të ikonave në këtë qytet, e cila operon aty prej 2 vitesh. Erald Mullaj, drejtuesi i kësaj punishtaje, ka më shumë se 10 vite që merret me prodhimin e ikonave, ndërsa për më shumë se 8 vite ushtroi këtë biznes në Rumani dhe më pas vendosi që pas 26 vitesh në emigracion të rikthehet në vendlindje duke hapur punishte në Pogradec. Sot për sot kjo është e vetmja punishte në vendin ton e certifikuar për këtë prodhim, i cili eksportohet në të gjithë Rumaninë. 10 vjet bëj të punë në Rumani. Dhe gjëra ndryshuar, më lënova, kam bashkë të 7 vjet në emigrim. Vendosur të Hajke Pogradeci shumë. Do të thonë sa kohë që andej? 12 vjet në Greqi, 13 vjet në Bukureshti. Tani kostot e transportit lahen me Normal. kostot e tjera që Shqipëria i ka më të ulta dhe dalim në një kulturë. Super. të paktën një në vendin tënd. Sigurisht. Po çfarë tregu kë? Komplet Romaninë, me vetëm që kam licencë të drejtë të bëj të prodhoj prodhime turkish. Eraldi shprehet mjaft i kënaqur me klimën e biznesit që ka gjetur në Pogradec. Ai thotë se çdo muaj drejt Rumanisë transportohen më shumë se 200.000 ikona kishtare, ndërsa së fundmi po punon për të eksportuar edhe drejt shtetit grek. Në 10 vite funksionimi, ai tregon se ka prodhuar më shumë se 10 milion ikona kishtare.